Selam aleikum të dashur miq, ja ku takohemi së bashku në këtë takim të radhës të emisionit E thëna e pa thënë. Kur jeta të rëzon për toke, do të bësh sabër e të ngrihesh apo të qëndrosh ashtu dhe të dëshpërohesh. Se si e shohim e si e përballojmë sprovën, do ta trajtojmë pikërisht këtë temë sot në emisionin ton, ndërsa me ne si zakonisht në këtë rrugtim është Hoxha Ekrem Avdiu, me cilin më pas në pjesën e dytë do t'ju mirëpresim juve që të na telefononi. Mirë se vjen Hoxh. Mirë të takojmë vërë. A janë sprovat një dënim nga Allahu apo çfarë? Kjo është pyetja më e shpesh që bëjnë shikuesit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Po, pyetje pothuajse stereotipe. Nuk di rrallë ndodh ndonjë emision të mos kemi pyetje të kësaj natyre. Realisht formulimi është jo shumë i qëndrueshëm, posaçërisht kur kemi të bëjmë me faktin se nëse Zoti vendos të na dënoj, ai sigurisht këtë e bën me kompetencë të plotë, mbase e bën edhe me merit të plotë prej anës sonë, megjithatë kur e kemi parasysh mëshirën e tij të pakufishme e cila ka prekë çdo gjë, e që ajo i paraprin edhe zemrimet të tij edhe e dominon atë madje. Edhe në këtë botë, edhe në botën e përtejme, atëherë në asnjë mënyrë nuk duhet të themi se nëse na godet ndonjë e keqe, Allahu po na dënon. E çka duhet të themi? Duhet të themi se jeta e kësaj bote e tëra është sprovë. Dhe asgjë nuk përjashtohet prej kësaj sprove. Për arsye se njerëzit jo rrallë mendojnë gabimisht, gjithsesi, mendojnë se vetëm të pakëndshmet edhe vështirësitë janë sprovë, harrojnë se edhe mirëqenia është sprovë, harrojnë se edhe begatit janë sprovë, për arsye se funit ne jetojmë mes dy ndjenjave, ndjenjes së durimit në atë që është e pakëndshme edhe e vështirë, dhe ndjenjes së mirënjohjes në atë që është e mirë edhe e këndshme. Dhe në të dyja këto sprova tash, Allahu thot, "Wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitne." Ne ju qesim në sprove edhe me mirësi, edhe me sherr, edhe me hajër, me të dyjat pra. Dhe derisa është kështu, atëherë ne në një farë mënyre të gjitha sprovat nuk duhet t'i përjetojmë si ndëshkim prej Allahut, as si dënim prej tij, as si gjë e keqe. Përkundrazi duhet t'i përjetojmë si një mundësi për të fituar shumë. Dhe në kontekstin ton po trajtojmë atë sprovën e cila është një goditje, e cila nuk përjetohet këndshëm. Si duhet parë kësi situata, Hoxh? Kur na afrojnë sprovat me Allahun dhe kur na largojnë nga Allahu? A është krejt çështja tek ajo se si e përjetojmë ne sprovën? Padyshim që po. Allahu e çon sprovën, sikur se thash, me të mira, me të këndshme, me të pakëndshme, edhe reagimi ynë kërshi aty në sprovave është zgjedhja jonë, edhe ne pastaj jemi ata që e paracaktojmë një sprovë, a do t'jetë begati, apo do t'jetë mallkim, a do t'jetë mirësi, apo do t'jetë vërtet dënim. Ne e shndrojmë atë në dënim dhe humbje për vete, edhe ne e shndrojmë atë në dhuratë dhe në begati. Dhe duhet të themi kështu, një sprovë e cila na afron ka Allahu fuqi plot, një sprovë e cila na e ngrit nivelin e vetdijes, na bën më të vëmendshëm, na bën më të kujdesshëm, na bën më të ndihshëm. Dhe kjo sigurisht përmes sabrit, apo jo? Po, ajo sprovë është begati e madhe. Dhe në këtë rast ky sabri që na afron drejt krijuesit është një veprim pasiv apo një vetdije për besimtarin? Një veprim i vetdijshëm. Sabri nuk është do e mos veprim pasiv. Sabri mund t'jetë veprim pasiv, por jo gjithmonë. To e pas parasysh se aplikimet e sabrit në jetë janë të lloj-llojshme, janë të paktën 3 dimensione që i përmendin dietarët të aplikimit të sabrit në jetën njerëzore. Ato 3 dimensione janë sabri në kryerjen e obligimeve, në përmbushjen e tyre, sabri në përmbajtjen dhe shmangjen nga gjërat e ndaluara, dhe sabri ky është ai sabri pasiv, në të pakëndshmet që i sjell jeta e në të cilat ne nuk kemi ndikim, po thjesht duhet të përshtatemi e në asnjë mënyrë të mos lejojmë që të dëshpërohemi.
Një lloj lëvizje e brendshme ky sabër. Në rastin e këtyne tri dimenzioneve, kemi situatë kur të bësh sabër, do të thotë të mos bësh asgjë. E sidomos në kontekstin negativ, kur njeriu ka mundësi të zgjedhë, të veproj apo të mos e veproj. Në rastin se vepron do të bëj keq, atëherë në këtë rast pasiviteti është sabër. Por kemi edhe atë sabrin tjetër ku të veproj ose të mos veproj janë dy zgjedhjet, po të veproj është e duhuna, atëherë sabri e lyp aktivitetin. Sabër duhet për të marrë abdes, sabër duhet për të falur, sabër duhet për të agjëruar, për të dhënë zeqat, për të shkuar në haxh, për të bë kujdes edhe respekt ndaj prindërve, për të sjellë mirë me familjarët, me familjen e gjanë, me kojshit e kështu me radhë. I gjithë ky lloj i sabrit pra është aktivitet. Ai sabri tjetër kur njeriu kalon ka gjëra që mund t'i aplikoj, mund t'i bëj, mund t'i praktikoj. Megjithatë, madje edhe joshet prej tyre, por nuk do të ndihej krenar nëse do t'i veprante. Për shkak se janë gjëra të këqija, atëherë në këtë rast sabri është pasivitet, shmangje edhe largim prej atyre gjërave. Për këtë arsye kemi një tërsi obligimesh të cilat Islami i sistemon bukur në atë kodeksin e tij, e që disa prej tyre janë vepra, e disa prej tyre janë braktisje. Pra braktisja e haramit është në një farë mënyrë Islami e quan vepër, edhe pse aty kemi pasivitet. Edhe kemi atë sabrin, atë dimensionin e tretë që është i sprovave dhe i fatkeqësive të jetës, e aty njeriu pastaj e ka, sikur se e tha edhe ti, një luftë të brendshme, nga se ato shkaktojnë dhimbje, posaçërisht shpirtërore, shkaktojnë pikëllim, shkaktojnë frikë, mund të çojnë edhe afër dëshpërimit. Megjithatë njeriu gjen forcën që të ngadhnjej mbi to me besimin që e ka në Zotin fuqiplot, edhe gjithnjë duke e bindë veten se nëse kjo është zgjedhja e Zotit, atëherë s'ka dyshim se zgjedhja e Zotit është e mirë, edhe nëse unë atë e përjetoj rand, edhe nëse unë nuk e kuptoj urtësinë e saj. Edhe nëse gjithçka më duket se po shkon keq. Po pra, unë nuk e kuptoj urtësinë e saj, është gjithsesi e dhimbshme për mua, është e hidhur, është e vështirë, megjithatë unë e di nëse kjo ka qenë zgjedhja e Zotit, atëherë unë do të pajtohem. Dhe mekanizmi i parë pajtimi, më fal vetëm ta them edhe një fjali, pajtimi me zgjedhjen edhe caktimin e Allahut. Për shembull, nëse Zoti ka zgjedhur për neve të na sprovojë me smundje, ne pajtohemi në kuptimin se nuk shprehemi të revoltuar, nuk shprehemi revolt ndaj caktimit të Allahut fuqiplot. Por kjo nuk na pengon në asnjë mënyrë që ne të kërkojmë shërim. Por sabri e kërkon, mas pari, mos me shpreh revolt, mos me shpreh pakënaqësi me zgjedhjen e Zotit, edhe e dyta, kur të kërkosh zgjidhje për problemin tënd edhe për hallin tënd, të mos e kërkosh në ato gjëra të cilat mund ta ngacmojnë zemrimin e Allahut. Të kërkoj për shembull zgjidhje në gjëra të ndaluara. Po gjithnjë zgjidhjen ta kërkoj vetëm në gjëra të lejuara, edhe nëse kjo është rruga më e vështirë për ta ndjekur. E njëjta gjë është sikur në jetën e përditshme. Ndershmëria kërkon që njeriu të mos korruptohet, të mos keqpërdor, të mos tjetërsoj, të mos zhvat, të mos vjedh, të mos plaçkis. Këtë e kërkon ndershmëria. Ani pse në të gjitha këto mbas edhe mund të ketë mundësi, të paktën hipotetike, që dikush të fitoj materialisht shumë më shumë se sa fiton duke e pritur rrogën në fund të muajit. Mirë po, njeriu i ndershëm u shmanget gjitha atyne, edhe jeton jetën mbasi me më vështirësi, mirë po jeton ndershëm. Kësaj është edhe sabri në ato gjëra të cilat Zoti i çon sprovat, ndërsa ne përballemi pasojat e atyne sprovave, luftojmë kundër tyne, por me mjete legitime. Dhe po thoni hoxh, njeriu i drejtohet krijuesit për zgjidhje dhe zgjidhjen duhet ta kërkojë në formën e duhur. Pra ashtu siç është e kërkuar dhe jo në forma të ndaluara. Pra për te sabrit, kërkimi i zgjidhjes, pastaj kjo kërkohet përmes lutjes. Dhe lutja realisht i ndryshon gjendjen e sprovës? Fillimisht do të thonë kështu vjerë. Ne, duke qenë se Allahu është Zoti, sunduesi, menaxhuesi, dirigjuesi i gjithë kësaj që ndodh me kompetencë të plot, me sovranitet absolut. Ne jemi vetëm një element i vogël, i parëndësishëm edhe i pandikim, i cili duhet të përshtatet në atë që Zoti cakton të ndodh. Se po thoni i parëndësishëm? Pra arsye se Zoti e ngriti njeriu. Padyshim që po. E bëri shumë të rëndësishëm. Po,
Zoti e ka ngrit njeriun edhe e ka bërë shumë të rëndësishëm brenda një kornize të kufizuar, në cilën e ka lënë hapësirën e veprimit njerëzor. Mirë po kur flasim për shembull, shif, acari i dimrit është sprov. Ashtë kështu apo jo? A kemi mundësi ne ta rritim temperaturën dimrit për 10 gradë, për shembull nëse është -20 ta bim në -10? S'kemi mundësi. Kështu që s'kemi çare pa u ambientu për arsye se zero mundësi dhe zero ndikim kemi në tërë këte. Ose vapa e madhe e verës, a kemi mundësi ta freskojmë sadopak? Nuk kemi mundësi. S'kemi çare pa u përshtat. Kjo është ajo vogëlsia jonë përballë ndodhive që... Sakt. E tash në kuadër të kësaj, unë them, përshtatemi, por edhe lypim edhe kërkojmë zgjidhje në suaza të lejuarës. Çka do të thotë kjo? Gjatë dimrit, gjatë acarit të madh, vishemi me rroba më të ngrohta. Gjatë verës edhe vapës të madhe, kërkojmë streh, kërkojmë hije, kërkojmë freski, ose përdorim edhe mjete të ndryshme për të fresku. Edhe këtu s'ka kur gjë të keqe. Mirë po megjithatë ne mbetemi pa ndikim. Jemi ata të cilët Zoti i parasheh rregullat, edhe mënyra si çysh ka me rrjedh jeta, ndërsa ne thjesht në gjithë ato sprova do të mundohemi të nxjerrim më të mirën. Ndërsa edhe këtë besoj se duhet ta kuptojmë, madje edhe ta ngolitim në zemrat tona dhe në mendjet tona se ato sprova që Allahu fuqiplot i çon pikërisht për të na ngritë neve një vështirësi, një peshë të cilën e bartim, është në funksion të rritjes së rezistencës sonë, edhe të shtimit të fuqisë sonë. Edhe në këtë rast, në këtë mënyrë, ne bëhemi edhe më të dashur tek Allahu fuqiplot. Edhe është në një farë lidhje, është një farë reciprociteti interesant mes sprovës që e çon Zoti si test për njerëzimin. Pastaj rezistencës sonë ndaj atyre sprovave, një dashurie që e sjell ajo rezistencë e njeriut, ai sabër, ai çndrueshmëri, dhe një sprovë tjetër, pothuajse deri në pafundësi, që vije pastaj si rrjedhojë e dashurisë së Allahut për robën e vet. Në këtë kontekst thotë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhëruar kur e don një rob të vetin, e sprova. Dhe ne kur sprovohemi, ndoshta do të keq kuptohesh atë them, kur sprovohemi duhet të gëzohemi. Andaj nuk do ta them kështu. Mirë po në sprova, megjithatë duhet të ndihemi komod, edhe në asnjë mënyrë nuk ban të mendojmë të dëshpërohemi. Në asnjë mënyrë nuk ban të mendojmë se Zoti na urren dhe për shkak të kësaj na ndëshkon. Sepse është ajeti kuranor, Allahu është me durimtarët. Pikërisht. E Allahu derisa jo vetëm që është, po edhe i don durimtarët, yuhibbu sabirin, i don durimtarët. E durimtarët nuk ka mundësi të jenë durimtar përveç se kur sprovohen. Kështu që Allahu i madhruar i çon sprovat për të shkaktuar reagimin e duhur të robërit e vetë dhe për ta merituar ata dashurinë e Allahut fuqiplot. Kjo dashuri pastaj prap ka me sjell sprova në vazhdimsi, se njeriu derisa jeton gjithsesi sprovohet, mirë po ajo sprovë apo secila sprovë e ka një dhuratë, e ka një mundësi përfitimi në vetë. Dhe në kuadër të kësaj, nëse do të kishim sprova, do të thotë se edhe mund të ishim më të shkujdesur ndaj Zotit, ndaj hipotetikisht përgjithësive. Hipotetikisht po, paramendo tash një foshnje, si kur të mos sprovohej me uri, edhe atë uri ta menaxhonte nëna e asaj foshnje me gatishmërinë për ta ushqyer me xhi. Çfarë dallimi do të kishte mes nanës edhe cilit do person në botë, nëse njeriu do të kishte nevojë me e thith xhinin e nanës. Nëse njeriu do të lindte i pavarur, edhe s'do të kishte nevojë për kujdesin prindëror, s'do të kishte nevojë për ngrohtësinë familjare. Çfarë dallimi pastaj do të kishte nana edhe cila do gru, ose baba edhe cili do burr, vllau, motra si pjesë e familjes, edhe cili do individ në shoqëri me cilin mund mos na lidh asnjë gjë. Por janë pikërisht ato sprovat me cilat qysh në fëmijëri përballemi, cilat pastaj e bojnë edhe afërsinë mes njerëzve. Pra, hipotetikisht duhet thënë se sikur të mos ishin sprovat, jeta nuk do të kishte kuptim, për arsye se
as nuk do të kishim njerëz të dashur, as nuk do të kishim njerëz të padashur, as të afërm, as të largët, as miq, as armiq, as nuk do të kishte njerëz të ndershëm e të pandershëm, të guximshëm e të paguximshëm, të durueshëm e të padurueshëm, edhe në një farë mënyrë jeta pa sprova nuk do të kishte kuptim. Fundja, duke pas parasysh se ne megjithatë jetën e kemi, jetën e kësaj bote edhe jetën e botës së përtejme, me dallimet e tyre që jeta e kësaj bote është jetë e sprovës dhe mbjelljes, investimit, ndërsa jeta e përtejme është jetë e vjeljes së atyre fryteve dhe rezultateve. Atëherë çfarë kuptimi do të kishte jeta e botës së përtejme nëse në këtë botë nuk do të sprovoheshim. Nëse këtu nuk se sprova është mundësi që jepet secilit njeri për t'u dëshmuar. Për atë arsye njerëzit hyjnë edhe në provimet e dunjas. Në universitete aty nënshtrohet provimet ose ekzaminimet thjesht vetëm për të dëshmuar Alhamdulillah. Për të dëshmuar se është aftësuar për të kaluar në një nivel tjetër. Është dëshmuar për të certifikuar se ky njeri këtë lloj shkence ose këtë kapitull të kësaj shkence e njeh mirë. Edhe këtë e kanë vlerësuar një komision ose një profesor, një pedagog i cili është i certifikuar dhe është kompetent për të bërë vlerësimet këtilla. Tash Zoti i gjithësisë, që është i gjithdijshëm dhe i gjithposhtetshëm, i çon sprovat edhe ato për secilin prej neve e përbën një provim të caktuar dhe ne duke i kaluar ato faqe bardhë ne certifikohemi për nivelet e më tutjeshme. Nga jeta e përditshme e dim se çdo hap që e qesim më tutje pastaj provimet vinë më të rënda edhe këto do të pas parasysh në vazhdimsi. Kështu që jeta nuk e ka përgdhel asnjënin për shkak se ligji i saj dhe natyra e saj është kësaj. Dhe pse do të bënim, pse ndonjëri prej neve do duhet bënte përjashtim. Nëse themi Zoti po më sprovon për shkak se nuk më ndan, e bëjmë një krahasim tjetër. Cilët njerëz i ka sprovuar Allahu më së tepër me? Pejgamberët që janë më dashurit e tij, domethënë nuk po çndroj ka kjo se sprova është dënim, ndëshkim, urrejtje ose kështu me radhë. Jo, sprova është dashuri, sprova është mundësi. Mirë po, njeriu duhet të gjendet si duhet në te, edhe ajo ndoshta që është shumë e rëndësishme si fond të kësaj pike, është ta themi se pavarësisht gjithë këtyre anëve pozitive që po përpiqem me i qitë në shesh të sprovës, po, ne me gjitha të sprovën nuk duhet ta dëshirojmë, as nuk duhet ta kërkojmë. Por duhet të sillemi ashtu sikur se na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë, kur është lut, edhe ka thonë mes tjera është një pjesë të lutjes, o Zot, dhe nëse ti dëshiron me qitë në sprovë një popull, atëherë mua më bëj të vdes paran në sprovë. Jo i pasprovuar, po paran, do më thonë pa mërzu sprova. Edhe kjo është e rëndësishme shumë. Dhe sigurisht sprovat si sfide jetës trajtohen nga këndet të ndryshme, por kjo jona është pikërisht kjo lidhja mes robit dhe krijuesit, prandaj edhe quhet si temë, një dëshpërim në dynja apo një shtëpi në xhenet. Dhe në këtë rast kur flasim për dëshpërimin, nëse përkthejmë është ajo pyetja pse mua? Në këtë rast, kur besimtari, apo kur njeriu gjendet në këtë gjendje, në këtë situatë, në këtë lloj dëshpërimi, me këtë qasje, a bën mëkat? Derisa e shtyn veten drejt asaj gjendje të pashpresë për të kthyer te Zoti. Nëse e lëm anash mëkatin, edhe përpiqemi me i bë një analizë thjesht vetëm për jetimet të kësaj jete. Edhe nëse themi, pse mua Zoti më ma që këtë sprovë, edhe e injorojmë gjithate që thamë që sprova, me gjithate është një mundësi për të fitu, është një mundësi për të avancu, një mundësi për të ngrit një nivel më lartë, edhe për të certifiku për diçka më të madhe, atëherë, nëse ke kundërshtim, pse mua, ndroje gjendje. Nëse për një mend ke kundër këtij ligji të Zotit fuqiplot, pse ma mori Allahu evladin, ose pse më sprovoi me smundje, ose kështu me radhë. Okej, largoje smundjen vetë pra. Ktheje të dashurin tënd në jetë. Ktheje gjendjen e mëparshme kur ke qenë mirë, tani duket se je keq. Nuk mundesh me e bë një gjatë tillë. Je para një realiteti
i cili nuk ndryshon, nuk mundesh me ndryshu, edhe derisa është kështu, atëherë nalesh edhe ja bën vetës një pyetje. A është më mirë të pajtohem apo të revoltohem? A është më mirë të bëj sabër apo të dëshpërohem? Një dëshpërim apo një çast të dëshpërim në dunja apo një shtëpi në xhennet? E tash këtu njeriu e sheh se në njerë ne përpiqemi të ngushëllojmë njerëzit në rastet të situatave të dhimbshme, rast vdekje, fatkeqësie, kështu me radhë. Madje prej shprehive edhe traditave të mira të ne shkojmë me e pa njeriu nëse i ka ndodhur ndonjë gjë e rëndë. Përpiqemi me ngushëllu edhe zakonisht njerëzit kur shkojnë me pa, përpiqen me zgjedh fjalë të më të mira për me ngushëllu ndonjënin, edhe padyshim që kjo praktikë shoqërore të ne është shumë e mirë, edhe shumë e dobishme, ka ndikim pozitiv. Por nganjëherë do të ishte mirë të ndalim edhe të mendojmë. Po mirë, nëse nuk dua të pajtohem me atë që Zoti ka vendosur të ndodh, çka mund të bëj? Krahas asaj që s'po të ndryshoj njëkohësisht. Po, s'po du me bo sabër, po ndryshoj pra, nëse s'don me bo sabër. Edhe tash këtu e sheh se dëshpërimi është shumë më i keq edhe si mundësi zgjedhjeje. Themi kështu, hiç sikur të mos ekzistonte jeta e përtejme, në të cilën do të shpërblehemi, sigurisht, për durimin që bëjmë. Edhe do të shpërblehemi pa llogari, s'mundemi me imagjinu sa është shpërblimi. Po hiç sikur të mos ekzistonte. A është më mirë të qëndrojmë si të durueshëm apo si të dëshpëruar? S'ka dyshim se dëshpërimin të gjitha rrethanat është i keq. Dhe mu për këtë, kur e kuptojmë se Allah i madhruar me udhëzimin e tij, me fjalët e tij, pikërisht në këto situata në cilat njeriu ka mundësi të zgjedh, e favorizon zgjedhjen e alternativës së mira dhe dobishme për vetë njeriu, për arsye se ne nëse bëjmë sabër apo nuk bëjmë, mos mundemi me dëmtu Zotin ndonjë gjë, absolutisht jo. Por nëse nuk bëjmë sabër, e dëmtojmë veten tonë. Nëse dëshpërohemi, e dëmtojmë veten tonë. Ndërsa sabri është në goditje të caktuara edhe në momente se njeriu dikur pajtohet, s'ka çare pa u pajtu. Mirë, por ato momentet e para të goditjes së sprovës, sabri ka vlerën e vet. I dërguari sallallahu alaihi wasallam kur e ka këshilluar gruan e cila çante dhe vajtonte te varri i djalit të saj, i tha: bën sabër, ki frikë Allahun, bën sabër, pajto me caktimin e Allahut, mërzitu. Shif, sabri dhe mërzia nuk shkojnë ndesh. Njeriu mërzitet për shkak të dashurisë që ka. Njeriu mërzitet për shkak të zbrasisë që kalon, po e zom, vdekja të afërmit. Po pra, mërzitet, pikëllohet, edhe kjo kur gjë të keqe s'ka në këtë. E keqja është vetëm nëse njeriu revoltohet ndaj asaj që ka ndodhur, edhe në një farë mënyrë shprehet sikur dikush i cili nuk don në asnjë mënyrë me u pajtu ose me pranu atë si realitet që ka ndodhur. E këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka këshilluar gruan, ajo duke mos e ditë se ky ishte i dërguari i Zotit, i tha: "Ec tutje, thotë se ti nuk je sprovu, ashtu sikur se më sprovuon, andaj po flet." Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e zgjati më tepër bisedën me të, duke mos kriju hapësirë të re që ajo të flas akoma më rand diçka. Më vonë i than asaj, ai ishte i dërguari Allah dhe ajo nxitoi ti kërkonte falje, po i dërguari sallallahu alajhi wasallam sikur e relativizoi këtë punën e kërkim faljes. Nuk ke nevojë të më kërkosh falje, po ti vetëm një gjë kije parasysh se sabri, durimi është të goditja e parë. Atëherë e ka vlerën. Pra këtu e kishim edhe një mësim. Dhimbja të çaj e kështu me radhë është e drejtë e njeriu, është natyrshmëri e tij. Madje shumë natyrshme. Nuk ka nevojë të shtiret sikur s'ka ndodhur gjë. Jo, edhe po deshi nuk mund të shtiret, por nëse dikush për një moment ka atë nivel të vetmohimit ose vetpërmbajtjes. Ka mundësi të keq kuptohet, ndonjëherë kjo sabri. Ja, do e bëjmë një krahasim artificial, ta quaj kështu. Nuk do ta quaj artificial në gjitha rrethanat, por mbi njerëzor, mbasi dikush edhe mund ta baj. Mirë, po Islami është ofertë për të gjithë njerëzit, jo për atlet, njerëz që kanë kondicion të veçantë. Jo, Islami është për të gjithë. E kanë bërë dietarët një krahasim interesant. Njëri prej dietarëve të gjeneratave të hershme e ka varros djalin e vet,
që unë mendoj se në sprovat e vdekjes së të afërmëve dhe të dashurve, mbas e vështirë të gjendet në një sprov ma e rëndë se sa vdekja e vladit për prindin, që prindi me e përcjell e vladin në ahiret. Dhe ai burri e ka përcjell e vladin e vet, e ka lshu vet me duart veta në varr dhe ka qesh, ka buzëqesh. Në situata të atilla, njerëzit zakonisht çajnë edhe nuk mund të përmbahen. Masandej është komentuar qeshja e tij, edhe është thonë se ka qesh për shkak se ka dashur me shpreh maksimumin e pajtimit dhe kënaqësisë me caktimin e Allahut. Është kjo ajo qetësia e brendshme? E tash, kanë bërë një krahasim me sjelljes së këtij burrit edhe sjelljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili kur e ka lëshuar në varr fëmijën e tij, djalin e tij Ibrahimin, me duart e veta, ka çajt. Nuk ka qesh. Ka çajt, i ka shku lotët. Mirë po, ka thonë, edhe me fjale ka thonë, zemra pikëllohet, syri loton, mirë po gjuha nuk thot përveç asaj me cilën është i kënaqur Allahu i madhruar. Dhe në këtë rast, kur është bërë krahasimi mes dy sjelljeve, njëri prej dietarëve ka thonë çdo mend se sjellja edhe reagimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është më i plot. Pse? Thot për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe e ka manifestuar njerëzoren dhe mshurinë për vdekjen e vladit, edhe e ka konfirmu pajtimin e tij me zgjedhjen dhe caktimin e Allahut fuqiplot, me kadere. Ndërsa ai tjetri thot ai njerëzoren edhe mshurinë nuk e ka manifestu, thjesht ai është fokusuar vetëm te shprehja e kënaqësisë edhe pajtimit me kaderen edhe caktimin e Allahut fuqiplot. Unë mendoj se në situata të sprovave të ndryshme, posaçërisht kur janë shumë të dhimbshme, kur janë goditje të rënda, sa më e rëndë tjetë goditja, aq më shumë ka arsye njeriu të pikëllohet, të mërzitet, ose ndjen dhimbje konkrete si pasojë e smundjes e kështu me radhë, aq më e madhe është mundësia e tij me fitu. Nuk prish punë ne, për shembull, të ikim te mjeku, edhe të ankohemi për një dhimbje e cila na rëndon me shpresë se do të gjejmë një ilaç për ta lehtësuar dhimbjen. Edhe kjo nuk vjen ndesh me durimin. Mirë po nuk themi qoftë edhe në heshtje. Qoftë edhe pa fjalë nuk e mendojmë, pra, o Zot, po çka të bona unë ty që po më trajton kështu. Besimtari këtë nuk e thot asnjë, leçë nuk e thot, as mendja nuk e shkon. Besimtari i edukuar mirë, gjithnjë e sheh thot, o Zot, unë po vuj edhe ti e din më mirë se unë, do të bëj sabër për atë sa ti më ndihmon. Mirë po, ashtu sikur se ka në disa transmetime, mund të jenë të kontestuara, po transmetohet këtë thonë pejgamberi në një prej lutjeve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, o Zot, unë jam i gatshëm të duroj në atë që më sprovon ti, mirë po, mirëqenia dhe rahatia është më e dashur për mua. Kjo është ajo që thash më herët, sprova duhet të përjetohet si mundësi për të fitu, por jo të kërkohet. Për arsye se nëse e kërkojmë, mbas edhe mund të mos e durojmë. Po pra, dhe zakonisht njerëzit shprehen se nuk ishim të gatshëm për këtë sprovë. Prandaj edhe ka rëndësi durimi në këtë rast. Në një farë mënyre, gatishmëria, shif, e kemi thonë, nëse të kujtohet, e kemi pas një emision bileti e ke titullu Sprova fontan dëshirash. Sprova nuk është fontan dëshirash, ne mund të themi jam apo nuk jam i gatshëm, ai nuk varet prej neve. Allahu i madhruar e di shumë më mirë se ne, a jemi apo nuk jemi të gatshëm. Mbase në një moment të mirëqenies edhe të rahatisë, me na thon dikush se nesër ka me të ndodh një gjë kështu, mund ta përjetonim shumë rand, mirë po kur na ndodh pa paralajmërim, e përjetojmë mbase shumë më lehtë, jo për shkak se ka ardhur apo nuk ka ardhur paralajmërimi, por këtu vlen kjo gjithsesi duhet të përjetohet, por nuk jemi në gjendje, as nuk jemi të aftë ta zbërthejmë deri në detaje, po duhet thonë ashtu sikur se kanë thonë të moçmit, Zoti kur e dërgon sprovën paraprakisht e çon sabrin edhe gajretin. Edhe ka rrëfime të shumta për njerëz, një prej tyre ajo që përmendet thot njërit i ka ardhur lajmi se i ka vdekur djali dhe ai është mërzit shumë. E ka tepruar me mërzi. Pastaj del që lajmi të mos ketë qenë i vërtet. Edhe mas një kohë kur vërtet i vdes djali, ai tregohet shumë i durueshëm, edhe i than po kur të erdhi lajmi që s'ishte i vërtet, ti u dëshprove shumë, u mërzite shumë, tash që lajmi doli i vërtet, mas një kohë, po bën sabër, thot atëherë, thot Allahu, për shkak se s'ka ndodhur sprova, nuk e kishte çuar as gajretin, u mërzita kot.
Ndërsa tash që Allah e ka që sprovën, e ka që dhe gajretin edhe sabrin, edhe po bëj sabr. Dhe hoqë, sprova sigurisht që na qonë edhe drejt reflektimit. Pra vjen si mundësi për të reflektuar. A duhet mendojmë se çka dëshiron Allahut na mësoj përmes kësaj sprove? Padyshim që po. Njerëzit sprovohen në forma të ndryshme edhe nga njëherë na shkon mendja se kjo qenë ka ajo e fundit, ajo e cila pas ka me mërzu për toke. Mirë po sa herë kemi mendu kështu, e ja ku jemi sot i kemi te i kalu gjitha ato sprova. Ndoshta disa prej tyre i kemi harru, disa na kanë mbet, ndoshta vetëm si kujtimet hidhura edhe ja ku jemi sot. Kështu që nuk duhet në asnjë mënyrë me mendu se që kjo sprova është e pa te i kalushme. Kur mos këtu tash mendoj se cili mund të forcoj shpirtin, vullnetin e vetë, edhe të bëhet rezistent ndaj vështirësive, gjithsesi besimin në Allah, besimi i mirëfillt në Allah është motiv shtesë, madje është motiv shumë i fuqishëm për këtë. Po unë mendoj se ka shumë njerëz cilët janë gjendje të rezistojnë sprova të caktuara edhe pse nuk e kanë pikrisht besimin në motiv, ka diçka te njerëzore, të them, te disa njerëz. Por e vrejmë se u kemi rezistuar dhe i kemi te i kaluar me vjetra, me qindra, ndoshta me mija sprova, dhe ja ku jemi sot të gjallë. E pse kësaj që sa po ka ndodhë, ti friksohemi? Pse të mendojmë se që kjo ka me në rëzu? Fundit, kur mos e mendo dëshprimin, kur mos e mendo disfatën ose dorëzimin, mbas edhe do të ndodhë një ditë, mirë po jam shumë i bindur që nësi je besimtar ashtu si duhet. Ki bindje dhe mendim të mirë për Allahun fuqiplot, Allahun mbase ka me sjell fundin e jetës tënde, mirë po ti s'ki me përjetu dorëzimin edhe dëshprimin para sprovave të caktuara. Ka me të morë Zoti, pa ta bo atë që e përmendëm më herët, pa ta propunën me ranë sprovë, edhe me urëzu. Dhe më thonë, ki me dalë faqe bardhë për i çdo sprove, e pastaj në fond, si epilog përfundimtar, ki me dalë faqe bardhë për kësaj jete, për të vazhduar pjesën tjetër në jetën e përtejme. Dhe hoqë në kuadër të reflektimit, a mund të themi se një sprov mund të jetë një arsye, një shkak për të parandaluar ndonjë të keqe më të madhe që do të kishte mundur të na ndodhte kjo krejtë si ajo mbrojtje ta quajmë e fshehur e Allahut për krijesën. Mund të përjetohet edhe kështu, posaçërisht kur e kemi parasysh se sprovat mes tjerash, kur besimtari reagon si duhet, janë edhe shkundje edhe pastrim prej mëkateve. Për atë arsye neve prej etikës islame, është që kur shkojmë e vizitu një të smur, çfarë i themi? I themi la ba'as tahur inshallah. S'është gjë, pastrim inshallah. Edhe secila sprovë pra është në një farë mënyrë pastrim edhe shkarkim prej barrëve të rënda, e që në një farë mënyre gjithë ato barë, gjithë ato pesha të rënda, mbase do të mundin me rëzu njeriu. Po Allah i madhruar e sprovon e pastran, në vazhdimsi, sikur se ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, derisa të vazhdoj të ecë besimtarin në tokë, edhe nuk e ka asnjë mëkat më në trupin e tij. Kështu që sprovat mund të jenë një lloj parandalimi i dështimeve të mëdha. Edhe si të këtilla mund të përjetohet. Pra, edhe e rindërton njeriu, e rregullon personalitetin e tij. Për shembull, nëse kemi një punë, çfarë do të qoftë ajo? Sa më serioze që të bëhet ajo punë, ajo detyrë që duhet ta kryejmë, përveç njeriu që është i aftësuar për ta bërë atë punë, çfarë kërkojmë? Kërkojmë edhe njeriu me përvojë. Për shembull, punët e sigurisë, intervenimet e ndryshme, i kërkojnë njerëzit e sigurisë, po ata që janë ma me përvojë, ekspertët, po. Kërkojnë, jo, ata që janë ma me përvojë, dhe më thonë, ata janë më të përgatitur për të përballë me sprova të rënda. Edhe kësaj njeriu edhe në sprova, sa më shumë të jetë i sprovuar, është më i aftë për të ecë tutje. Kemi ato stërvitjet e mbijetesës, për shembull në natyrë. Njerëzit që s'kan dalë kur në natyrë, ndoshta në testin më të thjeshtë do të dorëzoheshin. Edhe ka të tjerë që leje ku dush, ai me lejen e Zotit mbijeton, pse se ai është i sprovum. Ato nuk e ka përgëdhel jeta dhe kryesisht në jetë njerëzit më të suksesshëm janë pikërisht ata të cilët nuk i ka përgëdhel jeta. Dhe hoqë, do doja edhe pak të ndalemi te kjo temë, ta kthejmë
në atë arenën e edukimit, në atë mundësin e mësimeve në përditshmërinë tonë, për te këtyre kuptimeve që thatë, si mund ta përditësojmë sabrin me ato sprova të përditshme që kemi, si mund ta edukojmë shoqërinë, rrethin, familjen, fëmijët, se si ta shohin sprovën. Si ta kthejmë sabrin në një sjellje shoqërore. Po. Parimisht duhet me respektu udhëzimin e Allahut fuqiplot. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ndërveproni dhe ndihmohuni reciprokisht në atë që është mirësi edhe devotshmëri. Kësaj i bie që edhe në sabër duhet të ndihmohemi ndërmjet vete. Allahu i madhruar në kapitullin më të shkurtër të Kuranit çfarë thotë? Wala asri innal insana lafi khusr, pasha kohën, vërtet njeriu, pra secili njeri është në humbje, illa alladhina amanu wa amilu salihat, përveç atyre të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Këshillohen ndërmjet vete, inkurajohen ndërmjet vete. Për çfarë? Për t'ju përmbajtur të vërtetës dhe si shprehje, unë mendoj se do të mjaftonte. Mirë po pastaj është veçuar në kuadër të vërtetës si tërsi, si koncept është veçuar sabri, thotë wa tawasau bis sabr, edhe ndërveprojnë në sabër. Është veçuar sabri prej të vërtetës për shkak të rëndësisë, unë mendoj. Edhe këtë wa tawasau bis sabr ne kemi nevojë ta aplikojmë kolektivisht në jetën tonë. E përmenda pak më herët, praktikën e shkuarjes në ngushëllime tek njerëzit, shkuarjes në të pame. Është praktikë jashtëzakonisht e mirë, dhe nëse e bëjmë pikërisht me këtë motivin e jetësimit të fjalës së Allahut fuqiplot, wa tawasau bis sabr, këshillohen ndërmjet vete, ndihmohen ndërmjet vete për të bërë më të durueshëm, mendoj se kjo do ta bante shkuarjen tonë, pjesëmarrjen tonë në ngushëllime vepër me vlerë të shtuar. E kemi obligim. Ja kemi obligim njëri tjetrit, ja kemi borxh njëri tjetrit, ua kemi borxh brezave të rinj, që në kuadër të edukimit mes tjera është një kapitull shumë të rëndësishëm, një mësim shumë të rëndësishëm, ta veçojmë se si duhet të jenë të durueshëm në të trija ato dimenzionet që i përmenda në fillim, të durueshëm në kryerjen dhe përmbushjen e detyrimeve, të durueshëm në përmbajtjen, të përmbajturit nga gjanat e këqija, edhe të durueshëm nga ato të pakëndshme të cilat i sjell jeta dhe ne nuk kemi ndikim në përzgjedhjen e tyre. Faleminderit shumë. Dashur miq, do të kthehemi pas pak, do të mirëpresim telefonatat tuaja në pjesën e dytë të emisionit. Vazhdojmë tutje dashur miq me këtë takim të drejtë për drejtë, thëna pa thënë me Hoxhën Ekrem, do të mirëpresim tani telefonatat tuaja. Derisa do të kemi një telefonat, ne do të lexojmë disa mesazhe që kanë arritur. Thot një pyetje Hoxh, është hipokrizi me qenë i mirë veç në Ramazan e pastaj me u kthy në jetën e përditshme sikur kur gjë s'ka ndodhur? Jo, nuk do të thoja se kjo është hipokrizi. Hipokrizi është të jesh i mirë pa qenë i mirë. Të shtiresh se je i mirë. Të dukesh. Po, ndërsa të jesh i mirë në Ramazan e jo i mirë në Ramazan, kjo është e mundshme. Pse po them nuk është hipokrizi? Për arsye se pse u bane i mirë në Ramazan? Nëse e ke për hir të Zotit, pavarësisht pse pas Ramazanit je dobësu, mendoj se këtu nuk kemi të bëjmë me hipokrizi, po kemi të bëjmë me dobësi njerëzore. Nuk dua ta relativizoj këtë gjë dhe ta arsyetoj. Jo, nuk është gjë e mirë gjithsesi, por nuk do ta quaja hipokrizi, për arsye se hipokrizi është një lloj posedimi, një lloj karakteri të dyfisht. Mirëpresim tani një telefonat, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. A bëni pyetje Hoxha? Po, patjetër. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Pata me vetë Hoxhën, e dëruar të na knaq, Zoti ju ruaj, Zoti ju shpërblet. Amin. Pata me vetë për kurban. A ma se va po mi që u palën në vakot, a me prej vetë, a do t'i pejtojnë në pejprejnë
po shkojnë për i marrin të rejtë të hasdër, edhe pata mi vetë hujgjëm, lutë në sabaha këtëm, o Allah, ruma shnetën dhe sekundin në fundi tjetër, nëse me vërët ma letëm që shumë mas ljeti mas miri, a o mira, o gjëna hausë. E qartë. Edhe a mu lutë kështu këtë prejtë kur bonja unë të mu lutë që mu të i vërë se kur t'i kejtë falë në vakofë se diqa të me në lutë kja diqa. Po. Falenderit. Falenderit edhe ju, Allah i shpërblet. Mirë dhe juve, vazhdojmë me një tjetër telefonat, alo? Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Selam, Albert, mirë se vjen. Mirë si gjej bëjar. Si je? Elhamdulillah. Zgatë e zëtë, që thujnë. Zgatë e zëtë me të mira. Mashallah. Prulla, me të mira. Albert, si të duk tema? Tema e mirë, me vetë faktin se Allahu ka thonë që ju kam kriju për me adhuru ato, për njëtën ku e me u sprovu me sprovat ndryshme. Për shembull, ne kemi si rast pejgambert, prej Ademit e deri te vula pejgamberis, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që janë sprovu me sprovat ndryshme. Ka pas raste që janë sprovu edhe në për familje, qoftë me baballar, si kur shembulli Ibrahimit alayhi salam, pastaj edhe Muhamedi me agjin e vet e Bulehebin e kështu me radhë. Por ajo që du me thonë është se edhe në këto sprova, neve duhet me pas mendim të mirë për Allahun. Mirë, po dikush mundet me thonë se Zoti e ka rahmetin e madh. Po është e vërtet. Po është edhe kjo tjetra se nuk është mirë me dho vetit komoditet, edhe me lëshu vetën deri në deregje, edhe mos me u përmirësu. Pavarësisht për gjinohet që mundemi me i bo, mirë po edhe me u përmirësu po. Se edhe peshe na që u badë, Allah. Falenderit shumë, Albert, për të inkuadrim. Allah i shpërblet për mundësin, përshëndes ty bujar, hoqën e krem gjithëqysh, Faleminderit. safin atë dhe gjus të shikus. Selam aleikum. Aleikum selam. Falenderit shumë. Do të inkuadrojmë edhe një tjetër telefonat, pastaj vazhdojmë me përgjigjet. Alo? Apo shputur, mirë. Thot kurbanin a me qunë vakëf, apo me prej vetë, cila është më e mira? Njëjtë është. Do të thonë, e prej në vetë ose autorizon dikend me e prej, që në rastin konkret Bashkia Islame praktikisht është i autorizuari tradicionalisht më i besueshëm për këtë punë, cilën do që të bash, me rëndësi është që obligimi kryhet. E në këtë rast me vëndo një lutje? Po, jo, nuk ka lutje të veçantë, përveç asaj lutje që e ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kër e ka therë kurbanin, ka thonë, Allah, kjo është prej teje për ty në emër timin edhe familjes time, ose në emër të Muhamedit edhe familjes së Muhamedit. Kështu parafërsisht është lutja, dhe nëse e therë vetë, është mirë me thonë këtë lutje, nëse nuk e thu, Allah i madhruar e din motivin tanë, pse po e therë edhe çka e ki ndërmend. A bëj mirë, lutem për shëndet deri në moment fundit, për natën e varrit? Po, bën mirë gjithsesi, nuk hyn as pak në gjuna, nëse thua Zot, më jep shëndet deri në momentin e fundit të vdekjes. Për arsye se edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bën një lutje të këtill, ka thonë o Zot, kërkoj mbrojtjen tënde që të mos kthehem në gjendjen e dobët të jetës, në të cilën nuk do të di asgjë, nuk do të jem gjendje të sillem as me sjelljet më elementare. Kështu që të lutet njeriu për shëndet edhe mirëqenie deri në fund të jetës nuk ka kurrë të keqe. Edhe të lutesh që Allahu me lehtësu natën e varrit, gjithsesi është lutje me vend. Thot nëse dikush të ofendon direkt në lidhje me sprovën, këtë rast me aftësi të kufizuara, duhet të veprojmë në të njëjtën mënyrë apo çka të bëjmë, sepse marr ofendimet paksi shumë. Nëse veprojmë edhe e kthejmë në mënyrën e njëjtë, atëherë ku po mbetet dallimi mes atij që të gjithë dakordohemi se ka vepruar keq.
Nëse dikush dikon e ofendon në çfarëdo baze, është veprim i keq. Nëse ne reagojmë tash duke menduar se tash unë u provokova dhe kam arsye të reagoj, atëherë ku po mbetet dallimi? Kështu që në këtë rast edhe ofendimi edhe provokimi i dikujt është sprovë në të cilën alternativa e duhur është që ne të bëjmë sabër dhe të mos e kthejmë të keqen me të keqe. Vazhdojmë me një pyetje tjetër. Thotë Hoxh, e ndjej shumë që u kry Ramazani. Më mundon shumë dhe tash po ndihem se kam boshllëk brenda vetes. A bën një këshill? Mendoj se është gjë e mirë, padyshim. Edhe shfrytëzoje këtë ndjenjë, thuaj vetit atë avantazhat përparësi që e more, e fitove në Ramazan, shfrytëzoje thash për të ecë tutje. Edhe lutë Allahun me ta mundësu me e prit Ramazanin tjetër që me e shiju prap e kështu me radhë, por mos ndal. Zoti i Ramazanit është Zoti edhe i pas Ramazanit, edhe ai duhet të adhurohet deri në momentin e fundit të jetës. Kalojmë tek një telefonat tjetër, alo? Përshëndetje. Por, noni? E kam një pyetje për Hoxhën. Cila është pyetja juaj? Unë edhe në Ramazan kam lexuar Kur'an, edhe tash në Ramazan e lexoj Kur'an, po e kam të një postu këtë në rrjetet sociale, po që e kam gjithas një postoj ajo. Edhe njëherë të lutem këtë pjesën? Kur'anin e lexoj, kam lexuar gjatë Ramazanit. Po. Edhe tash kur të foli drejtën lexoj Kur'an. Po. Po kam të një postu në rrjetet sociale, tash e kam gjinaha një se postoj në rrjetet sociale. Që po lexon Kur'an, apo? Po. Kur'anin e tjetë, e lexoj në rrjetet sociale tjetë. E lexon prej rrjeteve sociale, apo ti poston? Jo, unë lexoj këtë vetë në dorëtem, po e tjetë në rrjetet sociale. E poston live, apo incizimin? Okej. Kam gjuna. E qartë. Faleminderit. Aleikum selam. Mirë, që ma kemi telefonat tjetër, apo mirë i përgjigjemi? Po, për me dita e ki gjuna, se ki gjuna pyet e vetën pëse po e ba një veprim të këtil. Nësi jetë duke e ba që të ba shembull që edhe dikush të motivohet për të lexuar Kur'an, jo që s'ke gjuna, po ke sevap. Po Zotin arrujt, nëse e ban për të reklamu veprën e mirë, atëherë kjo nuk duhet të bëhet edhe duhet të ndërpresash me njëherë. Po unë shpresoj që të mos e kesh për reklam, po të kesh për motivimin e tjerëve. Pëta është haram me u anku kur je në hall të madh? Me u anku me mas edhe me u anku në adresën e duhur, nuk është haram. E përmendëm më herët, gjithë aty ku ka sebepe legjitime, ku ka zgjidhje legjitime, që Islami e pranon zgjidhjen, për hallet tona, nëse aty trokasim, nuk e kemi haram, po duhet paralelisht me trokit edhe nderën e Allahut fuqiplot. Ato ankesat kryesore duhet t'ia bëjmë Allahut, po nga njerë s'ki qare pa i tregu mjekut se ku po të dhembe, edhe kur të tregosh se ku po të dhembe, dhe është një lloj ankese, mirë po në te nuk ka kur gjë të keqe. Një tjetër pyetje thotë, çka me bë kur të tjerët më thonë ti nuk je i hajrit, prandaj po të ndodhin këto sprova? Kur gjë mos ban, edhe ata janë duke u sprovu, secili sprovohet, edhe nuk jemi në njerëzit që e gjykojmë njëri tjetrin se a jemi të hajrit apo nuk jemi të hajrit. Mund ta vlerësojmë, gjithsesi nuk është se nuk mund të vlerësojmë, por nuk mund të gjykojmë pse Allahu i çon sprovat. Asnjëri nuk e ka këtë kompetencë me thonë, Zoti ty po të sprovon për shkak të kësaj dhe kësaj. Nuk e din, s'kemi qasje në atë dituri. Vazhdojmë me telefonat tjetër, alo? Alo? Alo. Ju lusë të largoni prej televizorit, na dëgjoni vetëm përmes telefonit. Po, urnoni. Do shtë me bëhë Hoxhës një pyetje, dhe me thonë se do të tillin tem që ka vdekun, dhe me thonë të çdo ditë anë rresha. Çfarë do me thonë një kohë, çka do të me bëha lutja, apo me dhonë diçka. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Ta shohësh andër njeriu që ka vdekur nuk ka ndonjë mesazh, ndonjë kuptim ajo andër. Mund të jetë si rrjedhoje dashnise, mërzise, pikëllimit e kështu me radhë. Prap si rrjedhoje ëndrës nuk është se duhet të bëjmë diçka të caktuar, por si rrjedhoje respektit që duhet të kultivojmë për të vdekurin, është të lutemi për te. Nëse kemi mundësi edhe të japim sadaka në emër të tij edhe kështu me radhë, ato janë gjithë ato veprimet që Islami
i ka preferu për të vdekurit. Mirë, vazhdojmë tutje, alo? Selam aleikum. Aleikum salam. Unë kisha një pyetje hoxhës Po, i Presheve, Hafizi. Thash një hoxh që delë rregullt në xhami edhe nuk fol me xhamat, çka është puna aty? Veç ato ku do me përgjigj. Hoxhës. faleminderit. Selam aleikum. Aleikum salam. Hoxha, s'flet me xhamat, thot. E çuditshme. Unë personalisht konsideroj se hoxha, imami i xhamis, në relacionin me xhamatin e vet, sidomos me xhamatin e rregull, do të më mundu me ngrit një relacion sikur me qenë familje. Edhe është shumë e dhimbshme, edhe për këtë çardhje të dëgjosh se një imam nuk flet me xhamatin e vet, edhe kjo i ngjan sikur një krye familjar mos me fol me familjarët e vet. A mund të ndodh? Ndodh. Gjithsesi, mirë po është në rregull, padyshim se nuk është në rregull. Ne ndajmë një kohë caktuar me xhamatin e xhamisë së bashku, i falim namazet bashk, po atë kohë që e ndajmë ani pse është shkurt, e falim drekën për 10-15 minuta së bashku, po që ato 10-15 minuta jemi duke e bo së bashku një vepër shumë sublime, shumë me vlerë. Edhe tash, me qëta njerës që po bim në sejdë para të njëjtit Zot, po synojmë me shku në xhenet bashkë, këtu në dunjas po flasim, puna nuk është mirë. Nuk është mirë edhe pa hyrë atë se nuk mund të bëj gjykatësin me ditë. Sigurisht që të dyja palët kanë përgjithësi. Të dyja palët kanë përgjithësi dhe punët e veta, sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më i miri i të dyve është ai i cili fillon me fol. Pa i thohoni. Vazhdojmë tutje me telefonatën tjetër, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Kërë po një pyetje hoxhës? Po. Pas kohët namazi falin normal në rregull kështu, po salat e vitër ku të fali që duan e kunutit nuk e di. A muna me zavencu për shembull me Allahu me Rabbena atina fi dunya. E qartë. Se nuk o punë me mësu që ta. Ja, vetë që shto mos thuj. Jo mënu, seriozisht. Kime mësu, mënu edhe pak kime mësu. Në rregull, tash e merr përgjigje. Faleminderit për telefonatën. Kaleni mirë. Mundesh, thot hoxha. Mundesh çka? Me mësu. Po, e atë përgjigje. Pse mundesh me mësu hoxha, se ka dikush që e ka mësu. Kjo është përgjigja më e shpeshtë që e ka thonë. Realisht, salati vitri nëse e fal me reqatet e tia ashtu si duhet, edhe nëse nuk e këndon duan e kunutit, salati vitrin e ki në rregull. Por nëse akoma nuk e ke mësu, edhe e këndon Rabbena atina ose çfarë do lutje, prap namazin e ki në rregull. Veç mos thuj nuk o punë me mësu. Për arsye se ja ke bo munimin me mësu, po hajtë bëne hesap nëse themi duaja e kunutit i ka 5 rreshta. Ti ka pe mësu veç rreshtin e parë, thuj ato të 4 ti s'po du me mësu. Edhe vazhdo me e falë salati vitin me rreshtin e parë të duas e kunutit, një javë. Javën e dytë thuj, po e mësoj edhe atë rreshtin e dytë, se qëto ma e gëdhenda në mendje. Nuk ka të parreqme, mos thuj s'mundem, për arsye se njeriu kur thot nuk mundem, ose nuk ka punë me e bo këtë gjë, në një farë mënyrë ja ke qitë vetës një barierë cilën kur mos kemi u mundu me e te i kalu. A realisht gjitha barierat e jetës janë te i kalushme. Vazhdojmë me telefonatën tjetër, alo? Alo, mirë mbroma. Mirë mbroma. Në bëm një pyetje për hoxhën. Po. Një qike jam ja, shumë po stresuat, se gati se po me ikë koha namazit sabahit, aja shumë po streson vetën. Shka do të me bo për këta? Në çfarë kuptime? Vezvese po bo ata? Po, shumë po stresuat. Po mikë, po ndosë e pikë mas kohë. Me falë, namazin i sabahit. Pra ndjenë presion, vazhdimisht. Po. Mirë, faleminderit. Hajde, natën e mirë. Natën e mirë, telefonata e radhës është në pritje, alo? Apo ka ikur, mirë? Çka me bo, thot hoxh? Po, fillimisht do të me kuptu se Allahu ibadetin nuk ne e ka përshkru që me na rëndu. Na njerëzit jemi ata të cilët ka njëherë këto gjana e rëndojmë vetës tonë.
Edhe namazi është sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë kënaqësinë më të madhe e kam namaz. Pastaj e kam përshkruar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë kishte ndonjë gajle, ndonjë breng, ndonjë kështu me radhë, pikërisht qetësinë edhe prehjen e gjente në namaz. Bilalit i thonte, na jep mundësinë që të pushojmë edhe të rehatohemi me namaz duke e boj kametin. E thash, ne duhet ta kuptojmë se namazi çka është mundësi me u liru prej stresit, jo mundësi me u stresu akoma më tepër. Merri gjanat thjesht, je çu me e fal namazin e sabatit, ke marr abdesin, veshu, mbulohu, drejtohu ka kibla edhe falo. Edhe bën shprehi këtë, 1 ditë, 2, 3, ditën e 4 kime e pasë gjithë ato shqetësimet veç jenë bo pjesët kalumas. Do të vazhdojmë edhe me një pyetje, thotë, si me jashtëru fëmijës se kemi vështirësi kur ai shet që të tjerët kanë më shumë? Nuk kam përgjigje, po ndoshta do të ishte mirë me ishti pak me mendu edhe për ata që kanë më pak. Edhe ndoshta e kuptojnë se me gjithat e jeta funksionan të qështo. Është ai rrëfimi i asaj nanës me atë fëmijën e vetë, cilët nuk kam pas strej, edhe i ka zonë shiu dikonde, e kanë marrë një derë të vjetër të nxjerrur nga vende, e kanë qitë në përmbi, edhe sa do pak ja u ka prit shiun, edhe ai fëmija i ka thonë nanës, ka thonë oj nanë, e ata që s'kan një qësi derë me e qitë përmbi, qysh mbrohen prej shiut? Po du të them jetën, du të me e pa që shto se gjithmonë, edhe ata që jetojnë në kulminacionin e luksit edhe të mirëqenjes, edhe ata kanë diçka që mundën me lakmu. Edhe ata mund t'i zëshiju. Po jo, po dua të them bujar se gjithmonë ka dikush që ka diçka ma shumë se ti. Po mos i këshir ata që kanë ma shumë, po shihe ata të cilët janë më të sprovuar, edhe lutë Allahun, nuk ka kur far pengese me lutë Allahun për mirësi, mirëqenje dhe bereqet. Faleminderit shumë. Faleminderit aty. Të dashur miq, kaq për sonte, faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.